Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një kek tort me krem çokolate. Atëherë, përbërësit janë këto. Kam 210 gram miell, kemi 50 gram kakao, 1 lug kafe është bacon dhe 1 lug kafe është sot buke. Dhe gjysmë lug kafe është krip. 180 gram i kemi gjalp, 200 gram i kemi sheqer kaf dhe kam 3 kokra vezë. 280 gram i kam kos, është kos që kam kulluar, nuk duam që të ketë ujë. 50 gram janë çokolat kokër, por do ta shkrim, do ta përdorim të shkrirë. Dhe do përdorim dhe vanilje. Këto janë për pjesën e kekut, themi. Kurse për kremin që do përdorim sipër, kemi 180 gram çokolat, kam 220 gram i kam gjalp dhe 200 gram i kemi sheqer pluhur. Përbërësit janë këto dhe fillojmë. Si fillim do sitim miell, kakao dhe këtu së bashku kam kripën, baconin dhe sodën. Do t'i sitim të gjitha bashkë. Në këtë mënyrë, kakaoa gjithmonë ka kokriza, por kur bëjmë ëmbëlsirë miellin, gjithmonë e kalojmë në sit. E kalojmë dhe pak me dorë, sepse kakaoa ka goxha kokriza. Okej. Jemi në rregull, e kemi situr dhe e kalojmë me njan. Heqim enët. Dhe do fillojmë, si fillim do rahim gjalpin, sepse gjalpin aty e kemi për kremin sipër. Do rahim gjalpin. Gjalpin e kemi në temperaturë ambienti. Do rahim gjalpin me sheqerin. Do t'i rahim për gati 2-3 minuta, derisa të bëhet një krem goxha kremoz. Keni parasysh që gjalpi kur e rahim me sheqerin kthehet në diçka goxha kremoze, por duhet të jetë në temperaturë ambienti, jo e ngrirë apo e fortë. Kemi rahur gjalpin me sheqerin, do shtojmë vezët, do shtojmë kosin, do shtojmë çokolatën e shkrim, çokolatën e shkrim në mikrovalë ose në benmari. Do shtojmë çokolatën. Dhe në fund do shtojmë vanilje. Unë kam pas vanilje, por mund të përdorni çdo lloj vanilje që keni juve. Atëherë kam shtuar vanilje. Dhe do t'i rah përsëri me mikser sa të bëjmë përzierjen mirë të gjithë përbërësit. Pasi kemi përfunduar së rahuri përbërësit e lëngshëm, do shtojmë përbërësit e thapë. Këtu tham sitëm miellin, kakao, baconin, kripën dhe sodën. Do t'i shtojmë të gjitha bashkë, kemi të situra, dhe me spatull do përzim brumin. Brumin e kemi përzirë shumë mirë, dhe kjo është tava që unë do përdor. Kam shtruar një letër fure poshtë, që të na ndihmojë ta nxjerrim sa më lehtë dhe mos të ngjitet, por mund të përdorni çdo lloj tave. Unë kam përdorur tavë katrore silikoni, mund të përdorni çdo lloj tave që ju keni dëshirë. Nëse keni dëshirë mund të përdorni tavë të rrumbullakët. Ose nëse doni që ta bëni tortën me 2 kate, atëherë mund të përdorni 2 tava të rrumbullakta ose 2 katrore, por që janë të vogla. Është sipas dëshirës, do me thënë tava që ju do përdorni dhe të piqni kekun. Atëherë e hapim, por duke qenë që do ta fusim në furrë, kur të piqet do hapet edhe vetë në tavë, fillojnë të shkrim përbërësit dhe hapet një trajtësisht. Atëherë kemi shtuar në tavë, furra gjithmonë tham e para ngrohur kur fusim ëmbëlsira, kemi ndezur, do ta pjekim në 180 gradë për 40-50 minuta. E shikoni vetë sipas furrës.
Atëherë keku është pjekur dhe e kemi gati. Do ta lë të ftohet plotësisht dhe ndërkohë që do ftohet keku, atëherë do mirem me çokoladën. Marrim një tenxhere dhe do shtojmë pak ujë në fund sepse nuk duhet që të takojë me enën që ne do vendosim çokoladën. Dhe në sos do shkrim çokoladën benmari, sepse dhe çokolada duhet të jetë e ftohtë, ndërkohë që do ta shtojmë tek kremi që do përgatisim përsipër tortës. E vendosim tenxherën në zjarr dhe avash avash e përzejmë një spatull që ta ndihmojmë çokoladën. Po ta shikoni ka filluar të shkrijë, por avash avash do ta trazojmë derisa të shkrijë plotësisht. Çokolada ka shkrirë plotësisht, e fikim sobën. Është shkrirë e gjitha, fikim sobën dhe do ta heqim nga tenxhera, se normalisht tenxhera vazhdon dhe uji është i nxehtë. Do ta heqim nga tenxhera dhe do ta lëmë të ftohet plotësisht që të bëjmë kremin. Çokoladën e kemi shkrirë, e kemi lënë të ftohet dhe do fillojmë të përgatisim kremin. Atëherë do shtojmë gjalpin, të cilin e kemi temperaturë ambienti. Është goxha i butë, sepse kështu duhet. Dhe do shtojmë edhe sheqerin plur. Dhe me mikser do t'i rajmë derisa të bëhet një masë kremoze. Përzjeni në fillim me mikser pak me dorë që mos të bëj shumë plur sheqeri kur të fillojmë ta rajmë. Pasi kam rarur gjalpin me sheqerin plur, do shtojmë çokoladën që kemi shkrirë. Shtojmë të gjithën, por mbi të gjitha duhet të jetë e ftohtë. Nuk duhet të jetë e ngrohtë. Çokoladën unë e përdor gjithmonë pa sheqer, pa qumësht, sepse i hedhim sheqer dhe brenda ëmbëlsirës, por dhe kremi është goxha i rëndë sepse ka dhe gjalpin dhe sheqerin pluhur. Atëherë e kemi shtuar të gjithë çokoladën dhe përsëri do ta trazojmë me mikser që çokolada të përzihet shumë mirë me gjalpin dhe me sheqerin pluhur. Kremin e kam rrahur, të gjithin e kemi gati. Atëherë gjysmën e kremit do ta përdor për të zbukuruar tortën sipër dhe nga anësore dhe gjysmën tjetër do ta zbukurojmë përsëri sipër, por do t'ja bëjmë pak me forma, po themi, për të dukur lezetshëm. Megjithatë është sipas dëshirës pjesa se si juve keni dëshirë ta zbukuroni. E kalojmë dhe në anësore në këtë mënyrë. E marrim nga sipër dhe e zbresim kështu në anësore. Në këtë mënyrë dhe fillojmë dhe e hapim, siç lejmë bukën me gjalp, po themi. Pasi tortën e kemi zbukuruar gjithandej, e vendosim te ena që neve do ta shërbejmë. Sepse në fillim duke qenë që e lyejmë dhe anësoret dhe rrezikojmë që të na bëj shumë pis pjatën dhe pastaj nuk e lëvizim dot më. Marrim formën që neve dëshirojmë dhe zbukurojmë tortën. Torta ka përfunduar, është gati, del vërtet shumë e veçantë dhe shumë e shijshme. Mund ta përgatisni për çdo lloj rasti. E bëni vetë në shtëpi, të freskët dhe shumë fantastike. Provojini se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.